Rusia i kritikoi planet e Bashkimit Evropian për krijimin e atij që u përshkrua si një mur dronësh që synon forcimin e mbrojtjes në kufirin lindor të Unionit. Përgjigjja e bllokut evropian ndaj hyrjes së dronëve në kufitë e saj, vetëm se do të rrisë tensionet, ishte deklarata e Moskës. Ministria ruse e mbrojtjes sipas agjencisë shtetërore të lajmeve, RIA Novosti, insiston se masa do të çojë në një ashpërsim të tensioneve politike dhe atyre ushtarake në kontinentin evropian. Pas kësaj reagoi edhe ministra ruse e punëve të jashtme, e cila shtoi se këto plane përbëhen në fakt ambicie personale dhe lojra politike të elitave drejtuese të Bashkimit Evropian. Një ditë më parë, ministrat e mbrojtjes nga 10 vende të Bashkimit Evropian u pajtuan ta kthenin murin e dronëve në një prioritet të bllokut. Nisma u nxit nga fakti që disa shtete anëtare janë përballur javët e fundit me një sër shkeljesh të hapësirës ajrore, për të cilat fajsoi Rusin. BE-ja ka thënë po ashtu se duhet të mësojë nga Ukraina, e cila përballet çdo ditë me dron rus, dhe po rrjedhoi ka zhvilluar zgjidhje të lira për t'u kundërvënë sulmeve ruse. Rusia vetëm on të ketë shkelur hapësirën ajrore të NATO-s dhe cilësoi reagimin e BE-s si histeri, duke insistuar se pilotët rusë u përmbahen rregullave ndërkombëtare të aviacionit. E prezanton po kështu se nuk ka prova që dronët në fjalë kanë qenë rus.